Parashikimi I motit në RTS. Teleshikues të radio televizionit shqiptar, mirëmbrëma. Ju ftoj të njihni me parashikimin e kushteve atmosferike për vendin tonë. Sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak, ditën e sotme vendi ynë u ndikua nga kushte relativisht të qëndrueshme atmosferike. Moti ishte kryesisht I kthjellët, si dhe alternime vrenësirash mesatare deri të dendura. Era ka fërë me drejtim juglindje dhe jug-perëndim me shpejtësi mesatare 9 metër për sekond, ndërsa në Lugina dhe Bregdet ka fituar shpejtësi 18 metër për sekond, e shoqëruar me valzim në detet Adriatik dhe Jon të forcës 4 deri në 5 ball. Temperaturat u regjistruan në zonat malore 0 deri në 18 gradë Celsius, në zonat të ulta 2 deri në 24 dhe në Bregdet 6 deri në 23 gradë Celsius. Për ditën e nesër me vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet me vrenësira mesatare deri të dendura, të shoqëruara me rreshje shiu të herpashershme me intensitet të ulët dhe mesatar në një pjesë të madhe të territorit, ndërsa në zonën e veriperëndimit rreshjet do të shfaqen në periudha afatshkurtra me intensitet deri të lartë në formën e shtrëngatave, të shoqëruara me shkarkesa elektrike dhe breshër. Era do të fryjë me drejtim juglindje dhe jug-perëndim me shpejtësi mesatare 10 metër për sekond, ndërsa në Lugina dhe Bregdet do të fitoj shpejtësi 20 metër për sekond, e shoqëruar me valzim në detet Adriatik dhe Jon të forcës 4 deri në 5 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore 5 deri në 19 gradë Celsius, në zonat të ulta 8 deri në 25 dhe në Bregdet 12 deri në 24 gradë Celsius. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, natën e mirë. Kosova nesër. Rajoni nesër. Europa nesër.